Mirëmëngjes për ju që ishit me kufje duke parë këtë episod. Mirë se erdhët në episodin numër 14 ose 15, nuk jemi fort sigur, po jemi afër Krishtlindjeve aty rrotull. Megli, kush na ka ftuar sot? Ne, mua dhe Blerton sot na ka ftuar Vjera për një dark Krishtlindjesh, shumë fancy. Të veshura si zonja. Të lutem, un kam një fjonko, do rri poshtë pemës si një dhuratë. që Vjerat mos ket asnjë llaf të keq të nxjerrë nga goja për nusën e vet. Shifa, a thot dot gjë për shembull Shifa? Se nuk ngriemi dot në këmbë se regjia s'na kap dot, po domethënë nuk flet dot një llaf të keq. Megli ndryshe nga sot, nuk duket sikur të ka vdek burri. Jo, sot mendoj që kam gjetur një burr të ri, këtë herë e dua. Dhe me qëra fjalla faleminderit Axurt që na ke veshur edhe këtë puntat të këtij dhjetorit dhe mos harrojmë t'i themi gocave që për çdo veshje që ne të treja veshim në periudhën e dhjetorit e gjeni te Axurt me 10% ulje, se Axurt kishte bërë ulje. Por duhet i thoni që i keni parë të pa manuali dhe të çoni screenshot veshjet tona, edhe të Xhesit. Duhet të thoni arsyen që doni këtë veshje. Për shembull, arsyeja mund të jetë dua të dukem si Megli ose të qesh si Megli. Look at her. Ky fustan më sjell shumë lumturi. Erdhi kjo. Kjo është vetvetja sot. Shkel mbi mua pereni. Keni nisur pa mua? Po nisëm zemra se ti e di që çdo episod në të dyja zihemi se vjen vonë. Berta ka vërë në nisët pa Take mua? Resolutions që nuk do zgjihet më me ty për vonesën. Dhe thjesht do nisemi se pa mua. Thjesht do Take it or leave it. Sherry s'pëlqente, kjo e reja si të duket. qa dive. Faleminderit Qa janë shumë. ato sy të zi Faleminderit kësaj shumë. radhe. Po më bën të vendos lente episodin tjetër, ë? Ka ardhur me aq shpejtësi sot sa ka harruar ka ardhur me kefirin që mban gjithkohën në dorë ato të lufrës. Po, Si ka mundësi? po unë Nuk tash bërë kur njëri. Pse erdhe me vonesë sot? ta shpjegoj. Kam shpjegimin tim. Haje. Në këtë mëngjes thash do bëj vrap të liçeni. Do të thënë vrapi im. Ecjem deri te liçeni. Edhe bëra ecje, pastaj mora një porosi, pastaj shkova bëra make-upin, pastaj mora veshjen dhe erdha këtu dhe u vonova. Është për herë e njëjta gjë. Po. Ose Do me thënë, ke kohë të vonosh dhe bësh ecje, por do me thënë, e kupton që me vonesë, të del koha të marrësh dhe kefir, ne duhet të prit këtu, a Gjithmonë. kupton? Është dyti për Që sot. do le të Është presin dyti. ato që kemi emision se pa kefir nuk shkojnë në Por 2 emision. sekonda, a kupton? për 2 sekonda është koha që mund të marrësh një kefir në rrugë, na lësh ta marrësh për shembull në një market. Plus, pse mos ta pi o vlla? Pse mos ta pi për Mos shembull? thuaj, o vlla. Ka probiotik, nuk ka konservant, Megli nuk ka gluten. Nuk ka gluten këtu këtu e Nuk ka shita. gluten? Ka një gjë. Keni parasysh për shembull që gjërat e shëndetshme janë të shumtuara? Jo gjithmonë. Kjo është rasti. Kjo nuk është ngjyrë blu, është ngjyra e preferuar. Na e shërbej pak. Po do të shërbej dhe më vjen shumë mirë që sot kemi ndruar gotat dhe kemi këto gotat që i shkojnë formatit ton sot. E po me këtë veshje sot Për nuk dark ma kishim Krishtlindje. kur gotat tjera. Absolutisht, do ta kapja dhe unë më mbrishet fjongo. Zëret e kapa. Të marr kefir edhe për ju. Sa mirë. Të paktën je vënuar, por je treguar altruiste dhe ke marrë dhe për shoqet, se zakonisht merr vetëm për vete. Mendoj që i ka marrë të treja për vete, nuk në këtë pikë, nuk është se apo thjesht për hir të kamerave po e bën. Për hir të kamerave, po një dua. E ndaj mos e kefir një dua. Shumë në fund të ditës. Për të gjitha mirë, është dhe pa sheqer të shtuar, ë? Super, prandaj çka që surrati ty. E ke patur shumë mirë fytyrën këtë. Po, e vërtet. Edhe ndihmon shumë për organizmin. Po për mend. Për mend? Ndihmon. Po për të mos u rryer më burrat ndihmon? Mendoj që po. Po Si për të tua për baqen. të pranuar çunat me shpinastir ndihmon? Xhesin mund të mos. Ka kefir dhe nastir, ka kefir dhe nastir. Gjesi mund të Ka mos kefir, dojë lufra një dhe mashkull nastir. që pin macchiato dhe kafe me sheqer, por një mashkull që pi kefir është një Po e madhe. Shumë as kjo. Tashi për çfarë na mbledh sot se? Për këtë do shajmë sot. Ka çdo episod që ne mblidhemi dhe bëjmë kështu si të mira dhe themi, jo sot nuk do shajmë njëri." Po, e keni vënë re që kur ne bëhemi serioze janë ato janë ca komente në YouTube që thotë, goca sot nuk qeshën fare." Dua të di, domethënë pa. Ua, sa klasë mbushi. Absolutisht. Më pëlqeve shumë. Shko formatit tim. Mi shkon shumë. Pije pak. Pije tani. ASMR. E
E keni vënë re pra këtë që thashun që kur I bëjmë këto episodet që ne themi po pritmë se duhet të tregojmë dhe një anë tonën kështu pak më serioze me këto temat, del patjetër disa veta që thonë, "Goca nuk qeshëm sot." Po imagjino tani, ato mblidhen me shoqërinë, hapin pa manualin, mund të jetë ndonjë njeri I ri dhe I kanë thënë, "Ore këto goca të mekin fare më." E hap aty dhe del ti me Xhesin që zgjesh për ekonominë. Për lekët. Ore për zotin se ka qellu ky episod se janë lot më për Për sa zotin. herë ham në restorant. Edhe hapin vallxhore. Na duhet Ai episod nuk zgënjeku. Sot ne do flasim për reboundin. Pam. Se ju e dini që ne na lindin temat, ndërkohë që jemi aty poshtë tek zero, tek vila, duke folur me njëra tjetrën, edhe duke biseduar gjëra gocash dhe po flisnim. A ju ka ndodhur juve ndonjëherë që të lidheni me dikë vetëm sepse doni ta harroni dikë tjetër? Një bie 100 ngrihen apo s'është ky. Shiko, për mua që nuk di shqip, çfarë do të thonë rebound? Shiko. Rebound. Për mua që nuk di. Çfarë do të thonë rebound? Shiko, reboundi për mua është forma më e trisht e lidhjes, sepse siç e thash, ti po lidhesh me dikë vetëm sepse do të harrosh dhe të mos duash më dikë tjetër. Dhe është shumë e trisht. Unë me ty pa ta fillu, veç ta bëj tjetrin xheloz, e tash me ty jam. Shko, unë mendoj që reboundi është një njeri që të ndihmon kur po çalon të mbaj të ecni të dy bashk. Ti e di që ai njeriu është paterica jote për një farë kohe. Ti në nënvetdijet tënde e di që ai njeriu është paterica jote, po ti nuk e do me vërtet. Do të thoni po flisni kur ti ndahesh një person që e ke dashur shumë, dhe direkt pa kaluar shumë kohë, lidhesh me një tjetër për të harruar ato që ti do jesh shumë. Janë këto gocat që hidhen nga një marrëdhënie në një tjetër që nuk rrin dot vetë. Çfarë goca? Larg. Unë po flisja me një shoqe dhe ajo më tha një gjë shumë interesante. Ajo tha, reboundi për fat tinton të keq ose të mirë është emocional, sepse mund të mendosh që reboundi ka të bëjë me seksin, por të gjithë kemi provuar që seksi pas ndarjes një lidhje që e ke dashur shumë personin, ka qenë skandaloz. Është thjesht ndodh dhe është një gjë komplet mekanike. Dhe ti ndihesh bosh. Kurse ky personi tjetër nuk ka të bëj fare para reboundi, nuk ka të bëj shumë me marrëdhënie seksuale, sa ka të bëj që ky të jep atë, të mbushë të bëshllëkun që ai personi tjetër ty ta mori. Pra ti ke akoma dashuri të mbetur nga lidhja që u ndave dhe ky personi ti e gjen këtë personin dhe është ky të mbush, pra e mbush atë gjithë atë bëshllikun me gjitha emocionet. Unë do thoja diçka tjetër në fakt. Do thoja që reboundi të ndodh përveç kësaj patjetër, po të ndodh sidomos kur ti ndahesh nga një lidhje shumë toksike, që atë njeriu e ke dashur shumë, por e di që kjo lidhja për ty ka mbaruar dhe ti hidhesh menjëherë tek një lidhje tjetër, sepse dhe gjen të kundërtën e këtij njeriu që ti le. Të kundërtën dhe ty të duket sikur je shumë e dashuruar. Po pastaj sa mbaron ajo vala, ajo reja e madhe, pasioni I madh, ti e kupton që ky njeriu nuk qen ka me vërtet dashuria jote, por është thjesht reboundi yt për të ndihmuar ty për të dalë nga kjo faza. Paterica, po e quajmë kështu, se me që e tham në fillim. Dhe pastaj ti nis të pyesësh vetëm prap, a është ky personi gjëja që dua dhe gjë që më mungonte? Dhe a mos dua unë prap toksikun tim? Në fillim të duket sikur Shiko, në fillim të duket shpëtim reboundi, ky njeriu tjetër. Po, se është e kundërta, është timon e kundërta. Ti ke ardhur komplet nga një lidhje tjetër që mendoje që nuk e doje më dhe po të mbyste, dhe teksa ti takon një njeri që është e kundërta e këtij njeriu, ti thua, o zot, ku pas kam qenë unë, ky është fiks njeriu I ëndrave të mia. Pastaj ti e kupton, zgjohesh, e mund të jetë thjesht një moment. Mund të jetë thjesht një moment që ti çohesh dhe kupton që çfarë drejtën po bëj unë me këtë njeriu. E besoj që do të jetë moment shumë I keq, që thjesht ai personi për shembull është investuar, se ai mund të ketë qenë një periudhë shumë të gjatë single dhe të ka njohur ty. Edhe të njeh ty dhe ti je me atë euforinë e momentit, ajo hiperobsesioni I fillimit që dhe ti do të flasësh gjithkohë sepse ti ishe mësuar në lidhjen tënde që flisje me personin dhe tani ja kalon ti kanalizon gjithë emocionet tek ky personi dhe thjesht ti mund ta shkatrosh atë tjetrin. Ky reboundi ndodh përgjithsisht te njerëzit që kanë frikë vetem, sidomos te gocat që direkt sa ndahen, duan të kenë patjetër një partner në jetën e tyre dhe zgjidhin që të parin që shohin që është e kundërta atij që kanë qenë për një kohë të gjatë, lidhen direkt. Trauma bonding. E vërtet. Shumë. Edhe kjo pastaj
kështu shkojnë zinxhir lidhjet, edhe çunat pastaj që lëndojnë nga gocat edhe A mendoni e ju bëjnë të tjera. reboundet zgjasin, pra e zëm se ti je në një lidhje rebound. Sa mendoni që zgjat? Sa mendoni që ti mund të qëndrosh në një lidhje rebound, që të kuptosh që është rebound dhe pastaj të ndahesh, apo reboundet mund të zgjasin? A mund të ndodhi për shembull që reboundet të zgjasin me vite dhe pastaj të kuptosh që ti je në një lidhje rebound, dhe s'është ky dashuria jote? Mendoj që po. Nuk e di. Unë mendoj që edhe mund të varet se sa in touch je ti me emocionet e tua si person, domethënë. Nëse do shkoj në terapi nuk do zgjas, sepse terapista do të hapte sytë, do Varet kuptoje. se kupton që ke nevojë për terapi. Mund të ndodhi, mund të ndodhi një rast ekstrem që dhe mund të jesh shumë, mendoj që thjesht në atë moment njeriu nuk është gati për asgjë. Dhe un kam nuk e di, nuk e mbaj mend fiks ku e kam parë, por ajo goca tha, ky personi është shumë i mirë dhe unë nuk e di nëse dua që ky të jetë reboundi im pas lidhjes, sepse mund ta prish si muhabet. Dhe mendoj që do ta ruaj, domethënë ta bëj pauzë për momentin dhe kur t'jem mund më okay, ta njoh, sepse nuk dua që këtë njeriu ta humb, që ta bëj rebound dhe ta humb fare, domethënë si mundësi për të nisur diçka reale. A ka qenë e vetëdijshme në këtë rast? Po, unë mendoj që ka raste kur reboundi zgjat me vite, sepse në opinionin tim, për shembull, kur një gocë krijon një rebound, ai çuni në opinionin tim gjithmonë e do më shumë gocën se sa goca atë. Dhe në rastin e kundërt, kur çuni bën një rebound, goca do më shumë. Dhe do ti kur jeni. Po sigurisht ai e shef si shpëtim. E shef si shpëtim, po. Dhe unë mendoj që kur e sheh personin si shpëtim, edhe ai më do shumë, s'mund ta lëm këtë, vjen një moment që thua, pyetja e parë, po unë çfarë dua vet, se unë isha një lidhje të keqe, toksike dhe jam i çun të mirë tani dhe pse dua ta lë këtë. Fajson veten, ai është momenti që ti fajson veten, ai është njëri i mirë, do lë unë, e kupton? Dhe në të pastaj është që të vinte pak keq që ti do e lërë, sa të ka qëndruar afër në çdo moment tëndin të keq, kur ti kishe shpërthime për ishin toksik. Kështu që ai ka qenë aty për ty. Dhe të vjen keq më shumë se sa është një faj që ti fajson veten. Pra, shenja që ti je në një lidhje rebound, përveç faktit që ti sapo ke dalë nga një lidhje dhe kalon në një lidhje tjetër, që ky është reboundi klasik. E dyta është që ti këtë njeriu e shef si shpëtimin tënd edhe është komplet e kundërta e atij njeriu. Dhe treta, ajo çfarë mendoj unë që duhet të jetë shumë e dukshme që ti po përjeton një lidhje rebound, është që ti i rikthehesh her pas here ishit. Pra, jo vetëm i rikthehesh duke i shkruar, se edhe duke i shkruar, po edhe duke qenë dhe jetuar në kujtime ose në hijen e ishit. Mendimet. Në mendime, sepse kjo të tregon ty që ti nuk je shëruar akoma nga lidhja jote e mëparshme, dhe nëse ti je duke përjetuar këtë, ajo çfarë ti je duke jetuar momentalisht është një lidhje rebound dhe herët apo vonë ti do kuptosh që kjo nuk është ajo që ti do. Unë mendoj që një nga gjërat më të këqija që mund të bësh, jo vetëm në rebound, situatën e reboundit, por në një lidhje të re është krahasimi. Pra, pa e të ndodh natyrshëm. Po, në rebound ndodh ajo. Po, me rebound ndodh shumë dhe ndonjëherë duke krahasuar, mund të jetë edhe krahasim tipit që ai studente të dilja, për shembull, po ky është shumë liberal, ose ai diskutonte me mua për story që un postoja, shiko ky, sepse un bëra repost në super TikTok. Thonte, kur ky thjesht më bën like storyn, por ishi im i bënte screenshot dhe më sillte një ese se sa disrespectful ishte foto ime në story. Ky është ai momenti që ti mendon që nuk e do këtë toksikun, po ti e kupton që ky toksiku është ajo që ti do, e kupton? Dhe o vlla, më bën një ese me 500 fjalë, pse ta fshi storyn? Më jep argument. Qëndron. Po shkon. Sa ne jemi toksika, ne femrat jo, ne toksicitetin e lëm pas në 2025-ën. Ne do flasim në një episod tjetër për këtë, çfarë do lëm pas. Nuk mendoj që do ta lëm kurrë. Toksicitetin e binjakët, unë sa të kem veshur këtë fustan, nuk do jem toksike. Nuk e di, ndoshta mund t'i marr në 2026. Të erdhi si ndonjë informacion që duhet ta elaborojmë në ndonjë episod? Në horizont ka diçka, se çfarë nuk e dim, po ka diçka. Jeni binjak. Binjak. Shpresojmë të jetë një binjak jo toksik se të tjerët. Nuk flas dot se kam këtë fustanin. Nuk shaj asnjë binjak. Gjesi, çfarë po thoje? Unë po thoya që përgjithsisht në këto lidhje janë këto momentet që unë kam pasur shit të ngushtë. Dhe ajo pati një rebound direkt sa nga një lidhje goxha e gjatë. Dhe thoshte, kur ai më gatuante, unë mendoja se si gatuante ishi për mua. Edhe prekesha, dhe ai mendonte që unë prekesha
sa gjesti i bukur që më bënte ai, ndërkohë që unë kujtoja ishin në mendje si më gatonte mua ishi, e kupton? Shikon se kjo është duk shumë i rebound. Është shumë gjë e keqe dhe shumë të lëndon, Fal si parlemrova që sot të kam trurin rrafsh. Si mund mendoj ai? Do të çfarë mashkulli mund të jesh që të mendosh që ajo po qan se ai jo po qan, në sensi që u prek që më bëre ti për të gatuar, sa shumë romantike, shumë e ndjer, ndërkohë që ky ka bërë për të gatuar 2 javë pas njohjes. E kupton sa keq është kjo për atë njeriu. Po shumë e lëndon kjo, e lëndon. Po, sepse ai mendon ndonjëherë që është shumë e keqe për atë njeriu, po edhe ne mund të jemi takuar me dikë, kemi dalë dhe ai ndërkohë ka menduar ishin, ndërkohë që ka qenë me ne. Jo, refuzoi të pranojë. Po, refuzoi ta pranoj. Të jesh e lidhur, pra ti me atë njeriu keni krijuar një lloj afeksioni. Ai e di që ti e ke mendjen vetëm te ai. Dhe ndërkohë ti nga ana tjetër në vetdijet tënde mendon për dikë tjetër, ndërkohë që ai bën gjëra kaq të ndjera për ty, është shumë keq. Live Blerta. Si live? Shumë It's a process. Sepse ti momentalisht je duke u treguar egoiste dhe ti je duke kënaqur nevojat e tua, apo plotson nevojat e tua, ndërkohë që ai tjetri është me ty, e kupton? Nuk e di. Por kjo është thjesht për pas të ty nga që të vjen keq për këtë procesin dhe ti thua po unë jam rehat me këtë dhe bën kompromis dhe gjen veten mas 5 vitesh si ke eat pray love që çohesh, shef atë dhe thu kjo është jeta që dua dhe ik jam to që ik marratisem në shtëpia. Kjo dhe për atë personin që e përjeton reboundin, pra që është reboundi, më vjen shumë keq në këtë rast. Dhe duhet të jemi ne pak më të ndërgjegjsh persona që përjetojnë. Tani është e lehtë në fjalë, ndonjëherë vjen pa dashje, ndonjëherë. Po nuk është se vjen pa dashje, tash është punë me veten. Ti ke fritrish vetëm dhe gjen dikë që ajo jo mund ta dish. Por imagjinoje që një njeri po kalon një periudhë shumë të keqe, mund të duket qajt për ditë dhe takon këtë çunin. Ky çuni është kjo drita në atë moment të jetës. Dhe kjo gota ja bën të qartë, thotë unë sa jam ndar, nuk jam kështu dhe janë ta tipa që thonë nuk ka gjë se unë të preset kam shumë qef. Ekzistojnë këta tipat? Domethënë, nëse duan të lidhen, se tani nëse duan të lidhen, nëse ai më vërtet ka qef serioze, jo lidh seks. Po, ai ndoshta mund ta ketë shumë qef, domethënë këtë gjën edhe tani ai i merr parasysh vetë sa gjëra, se njeriu është koshient kur tjetra të thotë ty kam 7 vjet lidhje, kam 6 muaj që jam ndar, ti si mashkull mendon me vërtet që ajo është gati për një lidhje serioze? Moj, dëgjoj, ka dhe rebounde që përfundojnë martesë, se nuk është vetëm rasti që reboundi mbaron, pra ka rebounde që mund të përfundojnë shumë shpejt, po ka dhe rebounde, ka histori gocash ose çunash janë lidhur dhe janë martuar me ata. Qëndron e vërtet është. Po prapë rrezikon, është rrezik të hysh në të lloj lidhjeje. Rrjeta është rrezik. Unë mendoj që është rrezik, po mendoj që këta çuna, këta njerëz që janë reboundi, e marrin rrezikun sepse personi ju bën shumë love bombing fillim fare. Absolutisht. Kjo është një nga gjërat e para. Po, kjo është një nga gjërat e para. Këtu kur e diskutojmë, mos besoni love bombing, ju lutem. Tani këtu diskutojmë se kush janë shenjat. Tani do diskutojmë threadsin çfarë është një rebound, të lutem. Shumë serioze, Okej, vazhdojmë, të lutem. Threads. Focus. Çfarë është një rebound? Rebound është si sushi, të shijon, të kënaq, por nuk të ngop. O të ngopër që të bën sushi, motra ime. Jo, duke nit, kur merr sushi për qef. O duke nit? O duke nit të ngop. Po sushi për qef nuk ka të drejtë. Të shijon edhe të ngop. Të shijon, po s'të ngop, nuk të ngop. Nuk po flasim për sushin. Të shijon, nuk të ngop, por rosit një pjatë tjetër sushi. Derisa mos duash të hash më. O duke nit nuk duhet aq interesant. Rebound është si ibuprofeni, të qetëson, por nuk të shëron. E vërtet. Po shiko, mjafton, Robi do aq sa ti qetësojnë ato dhimbjet me zgjidhje momentale, për sot. Nesër ditë re na fak e re, sot. Jesi thot çam duhet mua çam ndodh nesër, sot e du, kështu normal. Reboundi është si një verë e lirë. Të jep humor në fillim, pastaj dhimbje koke. Ato verat e kultis kanë sasi, por nuk kanë kualitet. E vërtet. E pinti. Po, sidomos mas gotës parë sa e mirë. Pas gotës parë, kemi deja vu me Meglin që e pim një gotë, pastaj të duhet e bëjmë me esëll, dhe na u duk një verë, aq e mirë. Po pra, nuk ka verë të lirë. Ka thjesht gota parë, gota dytë, gota tretë është shumë verë e mirë, ku e keni rrushë. Do të thoja, imagjinojeni kjo vera që ne po e quajmë të lirë, që s'po flasim për verën, se sa mirë të bën kur ti do thjesht të dehesh dhe të harrosh. E vërtet. Verë që ka rebeluar këtë. Është rebeluar. E vetë harrosh. Po flasim për verën. Është absolutisht.
por po flasim për dehjen. Reboundi është si një depilim me brisk. Një zgjidhje e shpejtë, por pastaj të kruhet jeta. Nga një heqje e shpejtë me brisk përfundon gjithë muajin e ngecur me të. Prandaj Nuk po dhe ne- flasim për brisko. Prandaj dhe ne në këtë episod kemi dhënë sugjerime për lazer mendi. Më pëlqen disclaimer, nuk flasim për brisko. Reboundi është si ishi jot i kot, por s'ke më të mirë për momentin, Gjesi. Më pëlqen. Jesse, ke diçka për të thënë për këtë lloj shpjegimi të reboundit? Më kapi syri ty, jo se kam diçka personale me ty. E kuptoj. Edhe unë më duket më mirë profili këtej, prandaj po kthehem. Qëndron. Qëndran. Ishi. Reboundi është si taksi në orët e vona, merr të parën që Më gjeu vetë besimi që hyra. Reboundi është si taksi në orët e vona, merr të parën që gjen, jo atë që do. Më i shkafti, më i shpejti. Qëndron. Po pra se është shumë gjatë, i bi shumë gjatë rish të marrësh ti një Telefon, sa taksi, vonohet, sa vonohet, hyj. tak. Ato që aty para, se nga klabi, bam, Do thoja taksi cap theory, po s'ka Apo shumë mirë, flasim vazhdojmë. Apo flasim për taksit? Nuk po flasim për taksi. Diskret, do doa dilin ca gërma, nuk po flasim për taksi. Nuk dhe për montazh me i kaloj. Harroje. Reboundi është si Wi-Fi i komshiut, funksionon por nuk është i joti. O, po sa punë të zgjidh, sidomos kur e di që s'pagun lek për Sidomos kur Wi-Fi. është kodi 1 2 3 4 5 6 7. Sidomos kur të trishtë dhoma pak shoh se nga ana e shtëpisë komshiut, nuk po flasim për Wi-Fi. Por, kujdes, mund të jemi duke folur për komshiun. Reboundi është si vera që pi në drek. S'ke pse. Por është e nevojshme, a kupton? Rebound është të përshëndesësh dikën në rrugë që mendon që e ka me ty, por ai e ka me personin brapa teje. Vdes maroj. Dhe po, ndoshta ndonjëherë disclaimer, e ka me personin brapa teje dhe ti me të. Për ne që jemi qore, sidomos. Unë Lena, më nuk është normale dhe më Perëndim. bezdis vetë besimi që i hy, duke ditë që shoh. Ti se kupton, isha një ditë me Artemisën në kafe, ishte dark. Ashtu, a? Dhe Kujdes do kalonte një shoku jon. Dhe me Artemisës, të lutem kur të kaloj, më thuaj të e bëj me dorë, sepse unë nuk shoh ka larg. Kalon një makinë, shumë e ngjashme me makinën e shokut ton, edhe Artemisa shoku jon është. Dhe me dorën. Kalon tha, "Ua nuk çeka ai pasi pa targën." Thash, "Artemisa? Mirë, unë nuk shoh po dhe ti." Unë i bëra me dorë njeriu të gabuar, njeriu që nuk ishte Kur rrogë. je personi i vetëm në planet. Ndoshta Artemisa është Po egzaltuar. shifte thashëm të s'ma bën kë me dorë se shoh vetëm Ishte vetëm lëvizje kështu. Motion. Edhe unë Kuptoj. Qeshëm pak. Irelevante që ti del me Artemisën, ecim. Ecim. Ndonjëherë nuk po flasim për Artemisa, po s'kishte vend këtu. Po flasim Artemisën se me Artemisën del se neve na ka kështu thjeshta për. sa për emision. Ne nxorëm këtë temën në Instagram. Dhe me thënë të drejtën, ne nuk po prisim asnjë histori nga çunat, sepse tham çunat janë ata që zakonisht mund të jenë reboundin një goce. Por jo, nuk ndodhi kështu. Na shkruajti një djalë, Andi, sa ai nuk e kishte problemin që t'ia thonë me emrin, dhe na tregoi historinë e tij të lidhjes me vajzën që ka dashuruar. Ju luta shumë, si gjithmonë nuk që ju lutem që të më vinë në telefon, por e kishte me shumë siklet, sepse ai tani ishte dhe i martuar me fëmijë. Dhe na shkruajti letër. Mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë kur bisedova me të në DM, sepse ishte aq i artikuluar, se ne jemi mësuar me këta çuna që flasin kështu jargon, po ishte aq i artikuluar, aq i ndjeshëm kur po ma tregonte, saqë ju lutat ma shkruante në letër, e ka shkruar në letër, Gjesi do ta lexosh pak ti? E lexoj. Dhe të dëgjojmë pak historinë e tij të ai ka qenë reboundi. Ai ishte një rebound. Në historitë që ju ndanin shpesh me ndjekësit, meshkujt shfaqen se ato qenin pa shpirt që bën gjëra nga më të këqijat. Por jo gjithmonë është ashtu. Në historinë time, antagonisti nuk isha unë, përkundrazi, ishte ajo. Dashuria më e madhe e jetës time, që edhe sot që jam e martuar dhe me fëmijë, përsëri e mendoj shpesh. E njoha kur ajo ishte në gjendjen më të keqe të jetës së saj. E dija që ishte vulnerabël, e brisht dhe totalisht e shkatërruar, por që në momentin e parë që e pash, e dija që të ishte vajza e jetës time. Unë njoh nga një mikesha jone përbashkët. Ajo erdhi në grupin ton shoqëror si vajzë që sapo është ndarë dhe ka nevojë për njerëz. Unë isha i pari që ju afrova.
Filluam të flisnim shpesh dhe papritur e gjitha veten në rolin e psikologut. Sa më shumë ajo tregohej dobët me mua, aq më shumë e gjëja veten të dashurohesha pas saj. Në fillim, më duk pak e çuditshme që u lidh direkt me mua pas ndarjes, por ajo shprehej për mua me shumë dashuri dhe më thoshte se isha ajo gjëja që kisha munguar nga lidhja e saj toksike. Që isha qetësia dhe se ndonjëherë i dukesh ajo i vërtet. Pas 6 muajsh lidhje, ku unë mendoja që kisha gjetur dashurinë e jetës time, një natë u fut në dush dhe telefoni nis të binte pa pushim nga mesazhet. Instinktivisht ja hapa dhe pash mesazhet me ishin e saj. Nuk të kam harruar, jemi bërë për njëri tjetrin e shumë të tilla si këto. U shokova, po prap diçka brenda meje nuk i vinte faj. Unë dija të gjithë historinë e saj me ishin. Kur doli nga dushi më pa të shokuar dhe e kuptoj. Po ndjej në faj se më kishte lënduar dhe më tha që do ishte më mirë të ndaheshim për të mirën time. Thellë nuk doja për u ndam. Ndërpriva çdo kontakt me të dhe për ironi të fatit zgjodha ta harroja duke frekuentuar çdo femër që më dilte përpara. Njëra prej tyre sot është gruaja ime, nëna e 2 vajzave të mia. Si më vë mishe. Të tjerë duan, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë. Dhe kështu shkon zinxhir. Ky është ai rasti që unë thash, që fola pak më parë, që është ai djali që lëndohet. Viktima në këtë rast është reboundi. Ky djali ka qenë reboundi. Është shumë e trisht se thash që para se ta nisja, po mua më vjen keq për atë gocën. Më vjen keq për atë gocën, sepse nuk mendoj që e ka dashur që ta lëndonte këtë çunin. Është shumë egoiste nga ana e saj, patjetër, absolutisht. Më vjen keq edhe për këtë çunin, patjetër. Po, nuk mendoj që ka dashur ta lëndonte dhe ta bënte me qëllim. Me qëllim nuk mendoj që ka qenë, po mendoj që ndonjëherë njerëzit do të punojnë shumë veten e tyre për të kuptuar që ky gjë është zinxhir. Pra ai çuni është lënduar nga vajza dhe ka lënduar tani është me një vajzë, me një grua që është rebound dhe ajo. Ai mendon akoma për ishin. Jo domosdoshmërisht, ai mund të mendoj për ishin edhe si nostalgji dhe nuk është dot që të rikthehet se është nostalgjia. Më vjen keq për atë gocën si Blerta, sepse ideja është që ti në atë moment nuk ti me vërtet do ta bësh të funksionojë kjo gjëja e re që ke nisur. Edhe ai ishi toksik manipulues që kthehet sërish dhe ti thjesht duhet të kesh punuar me veten që dhe nëse ti je vetëm mos ti ktheje përgjigje, aq më tepër nëse jemi dikë tjetër. Unë personalisht më bezdis fakti që ajo ka patur kontakt me ishin, ndoshta ka tradhtuar fizikisht, pa mund të bëj seks. Nuk e thatë, po thjesht i pa mesazhet si situatë që ajo do ishte shumë e rëndë, se unë mendoj që aty e vendos ti limitin që ato doje të bëje diçka që nuk do ta bën. Një gjë ta keni vath në vesh. Sepse ai çuni aty tha, unë tha nuk doja të ndaja dhe pse pash mesazhet dhe pse ai e kuptoi që ajo donte akoma ishin. Nuk jesh pëtimtari as terapisti i askujt. Mos hyj në një marrëdhënie të ngatëruar kur dikush do akoma dikë tjetër sepse do ja bësh vetes. Lëri secilin të procesoj të shërohet vetëm ose me ndihmë profesionale. Nuk e as mami, as motra, as terapistja, si as Shën Tereza, as Shën Maria që të ndihmosh as një njeri të kaloj traumat e lidhjes dashurore të zemrës, sepse nesër pas nesër mund të shërohet dhe të hedhin në kosht plerave. Bëj si them unë, mos bëj si ç'bëj unë. Apo jo me igli. Absolutisht nuk qesh dot se jam veshur. Jam për vjerën sot, me vjerën. Me vjerën. Rebound një mashkulli. Është ndim për gocat kjo. E para është kur flet për ishin. Kur ai të flet për ishin, për shembull që ajo ma bëri kështu, ajo ishte ashtu, mos u bëj si ajo, mos u sill si ajo. Ajo është smur. Janë shenja, ajo është smur. Janë shenja që ja akoma se ka harruar ishin. E dyta, do bën love bombing. Tash nuk do besojmë dikë që për 2 ditë që na njeh, na thotë sa shumë na do dhe sa shumë na mungon kur ne ikim dhe se si ne jemi qetësia e tij shpërtërore dhe se si ai gjen paqe me një javë njoje, pra të mëshme. Tani unë e kuptoj që gjëja është shumë e bukur, po nuk dashurohet njëri për 2 javë. E vërtet. Qëndron dhe kjo. I merr gjatë shumë shpejt, për shembull të poston pas 1 muaji lidhje. Kush të poston? Njerëzit presin 2 vite për të postuar, 5, në rastin tonë më përpara. Kështu që rastin e kujt? Kush të poston për 1 javë, për 1 muaj? Kush të poston për 1 muaj, do të thonë që mendon akoma për ishin e ti thjesht një rebound për të.
Për të bërë xhelozishin. Ne duke ndar çifte këtu bë kështu se ekspert. Për të bërë xhelozish. Kush të poston për një muaj, nuk poston për një muaj. Po kush poston për një muaj? Për një muaj, ja, është sigurt se do e postosh dhe ndash me gjithë shoqërinë, me gjithë rrethin tënd shoqëror. Apo ke ishin follow aty do të shohë, apo shoqë ishit follow Blerta. Pse flisni me mua? Megli, po bën sens tani u kujtova. Shoqëria mia ka nishin. Poston story që nuk ka lidhje me situatën që është tani ai. Për shembull, të tregoj prapë historinë që është më të ngushtë. Ajo me këtë çunin që u thash shpar, ai ishte tradhtuar nga e dashura. Ishte tradhtuar e dashura. Dhe kishte thënë shoqes time që unë jam nga një lidhje që më kanë tradhtuar. I sinqert. Po pra, po. Dhe ai tha e kam kaluar kohë për atë që e kaluar traumën e me radhë. Ndërkohë që vazhdon të postonte story se si të humbet besimi, si thyet egoja, se si ti nuk ke më besim tek askush më. Ai pas ka qenë healing, as healing jo, pas ka qenë duke vuajtur akoma. Kishte mirë që thonte të kam lënë Zotin, ti që po e shef të story, po s'bës pikën e hajrit. Gënjeshtrat. Kjo që po dal tani nuk më mbush si ty. Varet sa orë ishin story. Ja. Po kështu jo në orët e vona storyt. Ja. Këta janë shenja. Apo jo, kështu. Main fare që duket që. Është shenjë klasike kjo. Tani. Vazhdo. Ti do thua që nëse hedhin të tilla story, do të thonë që ka disa që nuk shkon me gjendjen e tyre emocionale, se nuk janë. Me ty sillen mirë, ndërkohë që në story hedhin sillen duarit e jetës. Ka disa që nuk shkon. Tani Blerta? Tani. Unë ju thash në fillim të episodit që komentet e YouTube-it i marr shumë seriozisht. Dhe na thanë që jemi shumë serioze dhe po mendoja, ç'ti bëj gothave? Që të zhvishemi pak dhe të qeshim. Jo zhvishemi literalisht. Absolutisht, se heq të fjongo sot. Kaq po them. Por të qeshim pak edhe të ku diun, të çmendemi. Të çmendemi? Okej, të çmendemi. Të çmendem ditë hënë, vdes maroj. Dhe thash, kush më mirë se ca shot sa vodka mund t'ua bëj këtë gjë. Do t'i bëj ca pyetje never have I ever. E kam bërë se kam bërë. Okej. Vodka. Nuk është, shiko, kjo është një pjesë limonad zërese e mbaruam me misionin kryesor dhe po jemi duke bërë bisedë me njëra tjetrën, Edhe thash. Po pranoj të pi vodka shqeto vetëm sepse shoqërohet me premium balajfiza. Absolutisht. Përndryshe nuk do pranoja. Premium limonad balajfiza. Mos e mbush gjithën. Për çdo pyetje që ju do përgjigjeni e kam bër, nuk do përgjigjeni, do pini vodka. Okej, do të thënë përgjigja është e kam bër, do e pini, nuk do e thoni. Nuk është që nëse s'dua të përgjigjem do pi. Jo. Pas ke fut sa krau, do të thënë. Për çdo herë që ti do thoje e kam bër, do pish vodka. Po thash pra është limonat me limonet balajfiza. Absolutisht. Kush është në makinën e të treja pastaj? Jesse zakonisht. Kam qëndruar në një lidhje me dikë vetëm për të harruar ishin. Jo. Suaro i zikta, ai drejt nuk ikte. Na Blerta pije. Hajde të shoqëroj shoqen. Unë? Kolegen, apo për ty po pije. Jo, unë po të shoqëroj ty lekta, me këtë nuk e pish. Unë nejta më shumë se ç'duhet. Po mirë do kisha bër. Raporti 3-1 vodka me limonadë balajfiza. E piva për Jesse. Për Jesse. Për Jesse e ka pirë. Se vlet sikur pive helium. Po E vjen Jesse. Pyetja tjetër. Kam bërë seks me dikë që nuk e doja vërtet. Ja, po ja. Nuk e doja, në ç'sens? Ke bërë seks? One night stand. Nuk e doja vërtet, one night stand. E marrim one night stand. Po si ishte? E kam bërë të më thënë që do e pish. Kam bërë seks, po... Papia. I got, i për shoqëri. S'ishte one night stand, thjesht dashuri është fjalë e madhe. We stand Megli, bravo. Beni. A thash Edhe nga unë. E thash se kam mush raportin. Më pëlqen ku po shkon kjo lojë, më pëlqen ku po shkon. Kam Në të vjella. Po shkon në të vjella. Kam mbajtur kontakt me ishin just in case. Jesse? Mendoj regjia, të lutem te Jesse gjithë kamerën gëzuar. Për shoqërinë. Për shoqërinë edhe ti. Për ishin. Gëzuar.
Ti, ua, e pive dhe ti? Jo, e kam pi që shpar, Ah, thjesht ishte se pive proces. Jo, larg meje. Asilloj kontakti. I kam shkruar shokut e ti të ngushtë për të zbuluar në një gjë për ishin. E kam bërë. Gjesi? Shoku tje po kushërie ti soja. Motrës. Sa theme të shtuar. Momës, Japim ne këtu leksionin e pa manual, mos i shkruaj ishit, as kujt harroj ishin. Kam argument. Këtë leksion e ka thënë vetëm kjo. Unë kam thënë ai mos i shkruaj ishit. Edhe unë kam thënë shkruaj ishit. Derisa të bindesh ti vetë që s'do t'i shkruash më O, ishit. zot sa toksike. A që u binde pyete shokun, qa bën ishi? Nëse Jo, ishi gota. nuk të kthen përgjigje. Mos e bëni. Jo bëj shaka, mos u ul. Bëjeni gëzuar. Apo Po të ja jo ta kjo. tre gëzuar pas një gjë. Gëzuar. Ka programin e vet me fjongo. Po zemra nuk lëviz Pije me igli se kemi tjetrën. Bof mirë Gjesi. Respekt. Ajde. Shi skuthi, i ka bë pyetjet vetë që mos të pi vetë. Wow! Faleminderit regjia që më flet në vesh. Faleminderit, po. Pse më dallaqja jam unë? I kam shkruar e para pas ndarjes me qëllim për t'u rikthyer. Asilloj me rap shtëpie. Jo, Gjesi. Gjesiana Muka, Kanë qenë kohë të errta. çfarë drejqin? Kanë qenë kohë të errta. I ke thënë hajde kthehemi? E piri kthehemi. Djalli. I ke thënë djallit. O Allah, pije o Ta të pif dreqin bak. si guxon. Besoj Gjesi që pas këtij momenti ke thënë që se bëj më. Sa kam bërë më. Jam rikthyer me dikë vetëm nga nostalgjia. Për njerëzimi. Hajde gëzuar më Tani, prit, për Nostalgjike edhe ne. Ishte nostalgji, a ishte dashuri. We will never know. Asilloj dashurie. Gëzuar. Gëzuar. Çfarë ju bën të ndjeni mirë gjatë natës? Besojeni, mos i dëgjoni shoqet. Hajde kolege. Kolege gëzuar se të kam shumë Turpi pa për- pif dreqi turpi për që të s'po gjallët, gëzuar. Unë trupin e ham vërtet me bukë, kështu që s'më prish punë. Kam bërë postime në rrjetet sociale që lidhen me ishin dhe sot më vjen turp kur i kujtoj. Turp s'm vjen me thënë drejtën. Unë e thashë një herë trupin e ham me bukë. Hajde vim dhe Unë kam bë postime kunj sa dush, kanë qenë Postime, shumë të story, thella, close friends. por asi lloj turpi kanë qenë, mund t'i bëj dhe highlights, aq bukura kanë qenë artistike. Ai as ato s'ka merituar ti shofi. E po, unë them që kjo t'jetë mbyllësja e këtij episodi, Absolutisht. që futeni një, ku diun, teke vodka, mos i shkruani ishit. Jess? Kalon të shpreja jote? Unë, mos bëj si bëj unë. Shpreja ime, shpreja Të e ime. them unë, bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Shpreja ime është me në kokë, me këmbë në tokë, ose Ose jo. Gëzuar! Shihemi në episodin e radhës. Ándale.